mbas 80 vitesh. Lufta po duket sikur është diçka në Instagram, diçka normale për një brez që nuk e njeh luftën. Treguar për jush, çfarë është lufta, që ta din mirë ata që flasin kaq lehtësisht? Rudina pikërisht për këtë problem që më pyet, faleminderit që ma bën këtë pyetje, në atë librin që ke përpara atje, që thotë historia nuk amiston, pikërisht ajo, flet veçanërisht pjesën e parë këtë problem që po më rësot. Jo vetëm brezi, po mua më vjen keq që dhe njerëz që drejtojnë vende dhe shteti me përgjegjësi nuk e kuptojnë çdo të thotë luftë, edhe çdo të thotë jetë njerëzish dhe shkatërrime. Unë flas për atë që kam jetuar, por duke qenë se kam një jetë të tërë ushtarake dhe njoh. Ja marrë me problemet historike ushtarake gjithësisht, me artin ushtarak, me gjithë gjërat e tjera, se dhe kam pat mundësi të marroj të gjithë ciklin ushtarak që patëm në Shqipëri, nga shkolla Skënderbej, tek akademia, të di format e akademisë, shkollën e bashkore, tjera e tjera, por dhe të studioj. Dhe çdo të thotë luftë e kuptoj. Më vjen keq që në kushtet e sotme, si të thuaç, urët mundohen të afrojnë për luftë, dhe nuk e kuptojnë çdo të thotë të shpërthejë një luftë me këto mjete të shkatërrimit në masë që ka njerëzimi sot. Do thoni që këto janë bërë vetëm për luftë, për të vrarë njerëzit, po për këtë janë bërë, po më një njerëz punon për mirë, punon dhe për keq. Edhe është fatkeqësi që nxitet brenda dhe jashtë vendit, po veçanërisht jashtë nga ata që ja kanë dorë këtë punë, nxitet gjatë luftës. Aq më tepër që nga historia e luftës ditë botërore që e kemi afër atë marrimin e saj, të jetori, nuk kanë nxjerrë asnjë lloj mësimi, çdo të thotë kjo gjëja për këtë. Unë nuk flas këtu tashin për influencë, nostalgjire, për atë e për këtë, po flas një të vërtet që me çdo kusht duhet bërë çdo për ta larguar dhe jo për ta afruar. Çuditem tash si ka filluar kjo garë armatimesh në këtë mënyrë. Edhe nxitet ashtu, Berziri ka të drejtë, nuk mund ta kuptoj. Do të thotë kjo gjë ashtu është. Po prandaj jeni ju që ju pyesim çdo të thotë, që ta kenë të qartë mirë atë që na pret, e cila nuk është diçka për të fare, nuk është fare për të qeshur. Përkundrazi është një nga gjërat më të tmerrshme nëse lufta rikthehet.